Pagja shpëtimizot që omi Imam Hussein dhe shokët e tij, martimizot rëndo mbi Yezid dhe pasues të tij. Hyj dos. Udhëtimi i Imam Hussenit nga Meka në Kerbela. Ngjarja e Kerbelas është një zjarr që të djeg dhe sikur kjo të shkruhet në atë ndriçim të zjarrt të diellit, faqedheu do të zjente, aq sa abulli i tyre do dikte në qiell Hamlin dhe Hutin, domethënë vendet ku hyn dielli në të 9-ën ditë të marsit. Kur tregon hidhërimin e kësaj ngjarje, ndjen një vështirësi kaq të madhe sa të duket sikur nxehtësia sa vjen e të djeg shpirtin. Kur gjumon dhe del Rufeja nga ret në kohë të keqe, e nxehta e Rufes shuhet në atë ujë të ftohtë që ndodhet në kuben e 4 të qiellit në vendin e profetit Isa. S'është punë e lehtë kjo ngjarje e Kerbelas ç'bën ata keqbërës në djemtë e Zyhras. Në pyetshim për vendin ku bëhat aja vendi i mundimeve është Kerbelaja. Kur doli filiziri që u krijua Hazreti Adem, hipi në front dhe vuri kurorën e profecisë me të cilën u zbukurua bota. Ëngjëjt ju falën Ademit dhe qëllimi ishte vetëm për ngjarjen e Kerbelas, sepse mundimet që hoqi Imam Husseini në Kerbela janë shenjat që përmbledhin lartësimet dhe shkallën e lartë të tij. Ngjarje e tillë si në atë vend me famë nuk ka ndodhur më parë tjetër kund dhe për këtë arsye lehtësimet që arriti Imam Husseini tek i Madhi Zot nuk i ka arritur tjetër kush. Kjo për hir të durimit që tregoi karshimundimeve dhe vuajtjeve që i shkaktuan. Prandaj helmet dhe hidhrimet e Kerbelas janë shumë të rënda, ngjajnë por si një kopës me trëndafila që i përvelon era e nxehtë, ndërsa ato janë atje brenda i ngresh trëngata në erë. Kur ka lindur Imam Husseini bin Aliu, nga ana e Zotit ka zbritur Xhebraili për të uruar dhe ngushëlluar Hazretin Muhammed. Më parë uroi, pastaj e ngushëlloi. Hazreti Muhammed e pyeti Xhebrailin dhe ai u përgjigj: "Ja Muhammed, urimi është për lindjen e djalit dhe ngushëllimi për të është se pas vdekjes tënde këtë djalë gjakpirësit e mallkuar do ta bëjnë dëshmor në fushën e Kerbelas, duke vrarë atë me shpatë." Këtë lajm profeti u tha Imam Aliu dhe Hazretit Fatime, të cilët kanë qartë tepër të hidhruar. Pastaj e pyetën Hazretin Muhammed se kur të ngjas kjo vrasje, ai ju përgjigj: "Pas meje, pas Imam Aliut, pas Fatimes dhe pas Imam Hasanit." Hazreti Fatime i thot se ky lajm është një helm shumë i madh për mua. Por kush vallë do të mbaj zi për të, kur të ngjaj kjo e keqe madhe? Thuhet se në këtë moment ka ardhur një zë qiellor që tha: "Në kohërat e fundit të dashurit e derës së lartë do të vizitojnë çdo vit dhe do të përsëritin atë zi. Kjo vizit do të vazhdojë deri ditën e Kiametit." Kur ka lindur mbreti i Kerbelas Imam Husseini, për të uruar Hazretin Muhammed ka ardhur Xhebraili dhe Nuh ka takuar një ëngjëll të quajtur Kitres, shumë të helmuar. Kur e pyeti për shkakun e kësaj brenge, ai i tha: "I Madhi Zot më ka djegur krahët sepse nuk bëra shërbimin siç duhet, por nuk e dija është e mundur të gjej shërim." Hazreti Xhebraili thot se: "Unë po vete tek Hazreti Muhammed, eja dhe ti bashkë me mua, se kam shpresë që do të shërohesh." E kështu erdhën që të dy tek Hazreti Muhammed. I thonë: "Dhe ju lutëm për krahët e djegura të Kitresit." Profeti ju tha: "Kitresi të vijë dhe të prek krahët e tij në duar dhe në këmbët e Imam Hussenit." Me të prekur krahët në duar të Imam Hussenit, ai u shërua me një herë dhe shkoi në shërbimin e vet. Kur a dëshmor Imam Husseini, Kitresi e mori vesh dhe ju lut të Madhit Zot që t'i vej në ndihmë me 70.000 ëngjëj që kishte në urdhër. Nga i Madhi Zot nuk ju dha lej, por i tha: "Ti bashkë me ata ëngjëj që kenë në urdhër, të shkosh mbi mezarin e Imam Hussenit të mbashi dhe të derdhësh lot deri ditën e Kiametit dhe të gjithë ato mirësi që do të fitoni prej meje, t'ua falni gjithë atyre njerëzve që mbajnë zi për Imam Husseinin." Dietarët e mëdhenj luftimet dhe gjakderdhjet që u bën në fushën e Kerbelas i tregojnë kështu: paria e qofes për drejtësinë që i treguan muslimit dhe pse kishin qëndruar në udhën e mirë, me anë letrash ia thanë Imam Hussenit, ndërsa Imam Husseini po përgatitej vetë për të vajtur në qofe, të gjithë miqt, familja e të afërmit u mblodhen dhe i thanë të mos shkonte, por ai nuk i dëgjoi. Për këtë çështje ka biseduar gjatë një ditë e një natë me Abdullah bin Abbasin dhe ky tha që të mos vej se dhe baba i tij kur ka vajtur në atë qark ka pësuar shumë mundime dhe të këqija. Po kështu dhe i vllai i tij Imam Hasani prej atij populli është munduar tepër. Imam Husseini thotë se në qoftë se qofelint janë kaq të liq, mua më kanë kërkuar me anë letrash
që të vete dhe më janë zotuar që do të mbajnë urdhrat e Zotit dhe drejtësinë e sheriatit. Pra, udhëtimi për në atë qark është i domosdoshëm që urdhri Perëndis të shkojë në vend. Unë atij populli kam shkruar shumë letra duke i përmendur që në rast se i bindeshin myslimit dhe unë do të shkoja. Myslimi bindjen e tyre ma ka lajmëruar, kështu që nuk është e udhës që t'u dalë atyre nga fjala. Abdullahu prap i thot se qofen e sundon Jeziti, e po tjetë se ka diun që sundon atje e heqin dhe ja dorëzojnë myslimit, atëherë mund të shkosh, në rast të kundër duhet të nisesh. Por përsëri të pyesër, sepse në ndonjë luftë që mund të ngjas me ushtrinë e Jezitit do të ngelesh vetëm pandim e nuk do të gjesh. Imam Hyseni prap i tha, pasi me lutjet e vazhdueshme që më bënin ndihemi detyruar tepër, ju lutem, sonte më lini të lirë të mendojmë dhe si do që të vendos, ua them nesër. Dhe me këto fjalë u ndan, sapo iku Abdullahu, Imam Hyseni bëri lutje në Kuranin e shenjtë, ku doli dhe ajeti që i lyll nefsin dhe ja ka tyll meft, që do me thënë çdo gjë me shpirt do ta përfshijë vdekja. Kjo vërteton fjalën e Hazretit Muhammed që më tha në ëndër dhe me qenë se është e njëjta, padyshim e shkruara e Zotit nuk mund të ndryshohet. Të nesërmen erdhi Abdullahu për të marrë përgjigjen dhe e pyeti Imam Hyseni se çfarë vendosët, Imami ju përgjigj. Unë e kam vendosur me do e mos që të shkoj dhe e di me siguri që Jeziti nuk do të më lërë pa më vrarë. Në raseri këtu tokë e bukur e Qabes e cila është kibleja i gjithë botës, do të mbytet në gjak dhe do të merret në përkëm nga ushtria e fëlliqur. Do të prishet nderi kësaj toke të pastër dhe gjithë populli do të ngrihet në këmbë. E di të sigurt se Jeziti nuk do të më lërë të qetë dhe do të më vrasë. Prandaj gjykoj për më mirë që ato ligësi dhe ato luftime t'i hedh ndër vise të tjera. Këtë gjëmbë ta mbjell diku në një vend tjetër dhe jo këtu. Kudo që të vete të zëvendun, mua do të më zëre keqja pa punë. Pse qaben unë ta hedh në gremin që do bëhen vrasje, nuk është mirë. Abdullahu i thot, me që e pas ke vendosur të shkosh patjetër, e gjykoj të arsyeshme të shkosh nga ana e Jemenit, se atje vendi është i gjerë dhe ka shumë fortesa. Ande ndodhet edhe fisi i Hemdan, që janë njerëz shumë besimtar dhe sapo të marrin vesh ardhjen tuaj, do t'u bashkohen juve e do të keni shumë ndihmë prej tyre. Imam Hyseni urdhëroi dhe i tha, ja Abdullah, e di mirë që për mua të vjen keq dhe fjalët i ke me vend, por unë dëshirën e kam të shkoj nga ana e Irakut. Ti në të fshehtën e shpëtimit nuk di gjë, dhe atë që është thënë nuk e shmangim dot, mos më ndalo, sepse atë që di unë nuk e di. Ania e prishur e profetit Musa është në të fshehtë, po për mua ajo është sheshit si drita e diellit. Kur pa bindjen e imamit për të vazhduar udhëtimin, atëherë Abdullahu i thot, ja imam, dëshiroj që të mos ndahem prej teje, por ashtu kam punën e më duhet të shkoj në Medinë dhe shpresoj të piqemi së shpejti në qofe. Nuk e dim se në çfarë rrezikesh do të na hedhera. Qani o sy për ndarjen nga shpirti për jetë, se shpirtin e kisha një shok të vërtet, se shpendi nga tëmbli qaj më i zemre mjerë, ndahesh nga kopshti si bilbili i mjerë. Pas Abdullah Abazit erdhën tek Imam Hyseni Muhammed Hanefiu, Abdullah Umeri, Abdullah Zyberi, të cilët sado që i thanë që të mos vej, imami ju kthehet me këto fjalë. Hazreti Muhammed në ëndër më thot që të shkoj pa vonesë, urdhri i Zotit do të vej në vend dhe atë tokë ti do ta mbytësh me gjak dhe do të bëni durim e bindje tek Zoti. Ndërkohë ata ju lutën që fëmijët të mos i marrë me vete që të shikonin gjithë ato brenga. Imami urdhëroi e tha, edhe për fëmijët leje për të qëndruar nuk ka, sepse Zoti ata fëmijë kërkon të shoh robër në duart e atyre armiqve. Më në fund Muhammed Hanefiu me gjithë shokët që qenë prezent dolën me një hidërim të madh. Nisja për në qofe. Imam Hyseni thiri të gjithë njerëzit dhe fëmijët i urdhëroi të bënin përgatitjet për udhëtim dhe caktoi ditën e nisjes. Me vete morën të gjitha teshat, plaçkat, sendet me vlerë, çdo gjë tjetër të nevojshme. Më në fund u përcuall me miqtë me të dashurit, duke u nisur për udhë. Ngriti flamurët dhe prej zërave të daulleve, nafirëve, zileve, buçiti dheu e qiell janë mban. Nisja e Imam Hysenit me gjithë fëmijë për në qofe ka ndodhur ditën që ka rënë dëshmor Muslimi Kajli, ditën e 10 të hënës Dhilhijhide, viti 60 Hijri. Në viset huaja dëshmor për të rënë aniset për udhë se ashtu ishtë thënë, fisit Muhamedit i pëlqen të shkoj dhe pagdhir mirë ai të ngarkoj. Në kohën kur Imam Hyseni filloi të niset për udhë, tokë e Mekës është dridhur nga madhështia e tij. Prej popullit disa lypnin dijes duke shfaqur bindje, disa e shoqëronin udhëtim e disa të tjerë përcillnin. Nga jo mizëri njerëzish, toka buçit janë mban dhe u duk sikur tërmet. Hidhërimi arriti kulmin
kaq sa nuk mbet njeri pa qarë për ndarjen e Imam Husenit. E gjithë paria e qofes për ta përcjellë dhe për të uruar rrugën e mbar, kanë vajtur deri në krye të një kroji. Në atë shesh, Imam Huseni ndërton një front të lartë, hypi mbi të dhe për kujtim e lavdërim mbajti këtë fjalim me zë të lartë. O popull i ndershëm e shumë i lartë, unë jam një ushtar për në fushën e pësimeve. Në këtë botë unë erdha një copë herë për të hequr mundime. Unë jam si yjet në qiell që nuk qëndrojnë në një vend. Kam ardhur për të rënë dëshmor dhe nuk dëshiroj në shijen e kësaj jete. Nga ligësitë dhe dhelpërit jam larguar dhe s'kam qëllim që të kem ndonjë përfitim prej kësaj bote, por dhe atyre që kanë grada dhe gjende në pozita të larta nuk u azë dorën. Prandaj, ata që dëshirojnë të jenë në hijen e këtij flamuri dhe që nuk kanë interesat e kësaj jete, le të më shoqërojnë. Ndryshe duhet të kaputet zinxhiri dhe ndarja të bëhet këtu. Në det të pësimit për të mbytur shkela, të mos vi rrotull asnjëri për mua. Në jetën e përtejme, një vend për të zënë kush më do mua të shkoj ku ka qenë. Pas këtyre fjalëve dhe këshillave që dha, populli u shpërndan dhe Imam Huseni shkoi në familjen e tij në tent. Gjithë ata nga deri në mëngjes e shkoi kohën me falje. Të nesërme në mëngjes, si u hap dita, ata që dëshironin të shijojnë të mirat e kësaj bote duke marrë dhe faljen e imamit, u përcuallën me lot ndërsy dhe u kthyen. Imam Huseni për të gjithë ata ka bërë lutje të mira tek Perëndia, ndërsa të tjerët që ishin të dashurit e tij dhe dëshironin therorin, vajtën së bashku me të. Thuhet se Imam Huseni është hequr mjan në një konak të veçantë dhe ka shkruar një letër për Beni Hashimin dhe Beni Abdul Mutalibin, ku ju thot: ju fisi lart dhe i afërt të Hazretit Muhammed, ju që arritët në të mirat e tij, unë jam nisur për udhëtim, pra ju lajmëroj e ju bëj me dije që në rast se ndonjë prej jush dëshiron të fitojë të mirat e Zotit për jetë, le të vinë në këtë udhëtime të më shoqëroj. Ai që nuk pranon, padyshim i humbet mirësitë e jetës tjetër për gjithmonë. Letrën e dërgoi me një njerit posaçëm për në Mekë dhe vetë u nis për udhëtim. Duke udhëtuar disa ditë, arriti në vendin që quhej Zatykirk dhe takoi me një person që quhej Beshir Galib Esedi, i cili vinte nga Iraku. Imam Huseni e pyeti për gjendjen e atij qarku dhe Beshiri ju përgjigj: ja i dashur i Hazretit Muhammed, ai popull zemrat i kanë me ty dhe shpatat mbi armiqt. Imami, duke vërtetuar fjalët e Beshirit, vazhdoi udhëtimin deri në vendin që quhej Safah dhe atje ka takuar me vjershëtorin e famshëm Ferzedik që udhëtonte nga Iraku për në Hijaz. Me të parë Imam Husenin ulet dhe i puth këmbë bedor duke folur këtë vjersh: selam qoft mbi ty o besimtar i rrallë, i nderuar i botës, ke hipur në kal. Zbrite ushtrin të lutem derit, ngrite ndati në faqen e dherit. Imam Huseni, kur e pyeti për punët e Irakut, vjershëtori i tha: në qofe është ndezur një kryengritje e madhe dhe punët janë tepër të trazuara, fjalët e tyre kundërshtojnë njëra tjetrën. Imam Huseni këtë bisedë u tregoi dhe të afër me vetë vet, pastaj u ngritën nga i vend dhe morën udhëtimin deri në vendin që quhet Batnyreme. Atje ngritën tendat dhe fushoi ushtrin. Me anën e Kizbin Myshyrit, dërgoi një letër për parinë e qofes, ku ndër të tjera u thoshte: o ju paria e ndjerë e qofes, sipas besimit dhe dashurisë që treguat për mua, ju dërgova në vendin tim kushëririn tim Muslim Kailin. Ai veçanërisht më shkruan për bindjen dhe besnikërinë tuaj dhe unë, sipas dëshirës suaj, jam nisur që të vi aty. Deri tani kemi arritur në vendin që quhet Batnyreme dhe prej këtij vendi po ju shkruaj këtë letër. Zoti na bashkoft me të mira. Amin. Imam Huseni, dërsa nise nga Meka për një qofe, i mallkuari Jezid kish marrë dieni për të mallkuarin Ubejdullah, i kishte dërguar letër ku e urdhëronte që të gjitha viset strategjike të kontrolloheshin nga ushtria me njerëz të besuar. Kizbin Myshyri, që po shpinte letrën e Imam Husenit me të shpejt për në qofe, sa po arriti në qarkun Kadisie, hasi me Hasan bin Emirin, komandantin e ushtrisë mbrojtëse të qytetit, me njëherë ndaluan kisin e lidhën dhe jashtë dërguan Ubejdullah Ziatit. Ky faqezi e kuptoi që kisi vinte si lajmës nga Imam Huseni dhe pas një faj e bëri dëshmor. Imam Huseni së bashku me të afërmit vazhdoi udhën derisa arritën në vendin e quajtur Deruz, aty pa një tent të ngrehur. Kur pyeti se kush e ka ngrehur, i thanë se ka qëndruar Zehir bin Kisi, që vjen nga Meka, e shkon për në shtëpinë e tij së bashku me familjen. Imam Huseni lajmëroi me një person të veçantë që të vinte aty dhe ai erdhi gjithë gëzime u bashkua me të. Imam Huseni i thot atij: ne jemi nga ata që bëjmë lutje tek Zoti dhe që bijem ndërmundime. Nga shpata e nga pësimet nuk ruhemi. Kur bijem në rrezik derdhim lotë bëjmë durim.
Po ti, a dëshiron të na shoqërosh e të heqësh dorë nga lakmi e kësaj jete, të fitosh të mirat e jetës së pasosur? Zehiri me dëgjuar këto fjalë bëri buzën në gaz dhe me kënaqësi pranoi fjalët e imamit duke i thënë: "Ja imam, unë këtë lartësi e prisja me kohë, lavdi pas Zotit që më erdhi rasti. Për të bërë terrorun dëshiroja me të dashur tim unë u bashkova." Zehiri u kthye në tendën e tij për të përcjellë për jetë me fëmijët dhe me të dashurit e tjerë. Të shoqes i tha: "Unë ju bëra rob Imam Hysenit dhe po shkoj të vritem. Së bashku me të unë po nisem për në Irak, ose më mirë të themi, për jetën e pasosur, dhe kush ju bën durim mundimeve, le të vijë me mua." O e dashur grua, unë po e bëj fli veten time për të dashurin e Hazretit Muhammed dhe po shkoj për qëllim dëshmimësie, prandaj ti ose bashko me mua, ose nga pasuria ime merr të drejtën e kurorës tënde, qoftë edhe më tepër. Gruaja i thot: "Ja Zehir, ashtu sikur se ti je bërë rob për Imam Hysenin, edhe unë preferoj të jem në shërbimin e Hazretit Fatime, që është me pëlqyera e të gjitha grave, fundja dëshiroj të jem e bashkuar me ta." Disa thonë se e shoqja pasi mori sa i takonte nga pasuria e të shoqit, bashkë me vëllain e saj shkojnë në qofe. Gjithashtu, thuhet se e shoqja e tij parapëlqeu që të vdes për Imam Hysenin dhe së bashku kanë vajtur në Kerbela. Pastaj Imam Hyseni mori udhën dhe ka zbritur në vendin që quhet Talibe, ku ngritën tendat për të kaluar natën. Ndërsa imami po bisedonte me të dashurit, vjen një njeri nga qofeja dhe e lajmëron se Myslymi Kajli bashkë me Hani Yrven kanë rënë dëshmor. Kokat e tyre i dërguan në Sham tek Jezidi. Ai u tregoi edhe për dëshmimsinë e dy djemve të Myslymit. Imami u dëshpërua pa mas dhe lotët ju derdhën si krua. Myslymi Kajli ka patur një çup në moshën 13 vjeçare që quhej Zekie, e cila jetonte me fëmijët e Imam Hysenit dhe ato i donin shumë. Kur mori vesh për Myslymin që ra dëshmor bashkë me djemt, imami vajti tek çadra që ishin fëmijët, duke nderuar më shumë se zakonisht çupën dhe sytë ju mbushën me lot. Zekia, që ishte shumë e zgjuar, e kuptoi gjendjen e Imam Hysenit dhe i tha: "Ja imam, pse më tregon kaq dashuri dhe përkëdhelje sikur ti isha jetime apo ima të vdiq?" Imam Hyseni urdhroi e tha: "Nëse Myslymi ka rënë dëshmor në vend të tij, keni mua." Dhe zuri të qarët me ngashërim. Kur i tregoi ngjarjen e Myslymit çupës nga hidërimi i mati ratifikët, atëherë gjithë fëmia derdhën lot e ranë në zi. Kur u përhap lajmi për Myslymin që ra dëshmor, bashkë me të dy djemt, shokët u mblodhën rreth imamit dhe i thanë: "Ja i dashur i Hazretit Muhammed, nga këto fatkeqësi që ngjan në qofe nga të mallkuarit, nuk e gjykojmë për mirë vajtjen atje, sepse kjo u provua me fakte, por duhet të kthehemi në Mekë." Imam Hyseni ra në heshtje nga këto fjalë. Në atë çast, vinë djemt e tjerë të Myslymit me lot në sy duke i thënë: "O i dashur, aty ne pa marrë gjakun e babait dhe të vëllezërve nuk kthehemi prej këtej, dhe sikur asnjë të mos na shoqëroj, prap neve do të shkojmë vetë për të marrë atë hak, ose le të bijem dhe vetë dëshmor." Në këto fjalë Imam Hyseni kthehet dhe ju thot të gjithëve: "Dhe neve pas kësaj nuk na mbetet më gjallëri dhe shije kësaj bote." Dhe me këtë dëshirë e biseduan çështjen gjere gjatë dhe vendosën të nisen për një qofe. Si morën rrugën përsëri dhe arritën në vendin e quajtur Male, u ulën për të shlodhur dhe qetësuar. Ndërkohë ju vjen nga qofeja një njeri që sillte letër prej Ymer bin Saadit, i cili shkruante kështu: "Qofelin nga fjala e parë u kthyen, që të gjitha përsa ishin zotuar i mohojnë dhe Myslymi bashkë me djemt i vranë. Myslymi kur po jepte shpirt më thirrje me porositi që të shkruaja ngjarjet e tij në letër dhe sa po të merrni letrën të prapsni udhëtimin tuaj për këtu." Me të arritur ky lajm tek Imam Hyseni dhe në ushtrinë e tij, gjithë njerëzia u ndan më dysh. Shumica që dëshironin të mirat e kësaj bote u hoqën më njanë dhe shkuan, ndërsa ata që donin terrorizmin e shpirtit ju bashkuan imamit dhe tok u nisën për udhë. Arritën në vendin që quhet Beni Mukatele dhe diku aty pranë shikuan që ishte ngrehur një tent. Pyetën kush është në atë tent. Ju thanë është Abdullah bin Hyri. Për të ftuar Abdullahun, Imam Hyseni dërgoi një nga njerëzit e tij, Ibni Hajabin, djalin e Mesrukut, por ky nuk erdhi. Atëherë Imam Hyseni vajti vetë dhe e ftoi që të bashkohet me të, duke i thënë: "O Abdullah, populli qofes me letra të pareshtura që më dërgoi treguan bindje dhe dëshirë që unë të shkoja atje, ndaj dhe unë për këtë qëllim arrita deri këtu. Tani së fundmi mora vesh se ai popull është shpenduar, fjalët që të gjitha që kanë thënë i kanë mohuar dhe kanë rendur pas Jezitit. Çdo e mirë apo e keqe në jetë, njeriu t'i vjen pas veprës që ka punuar dhe po ashtu edhe shpërblehet. Prandaj, juve tani nëse dëshironi drejtësi rrugën e të lirë të Zotit dhe të arrish në shkallë të lartë në jetën tjetër,
mundet që të shoqërohesh me mua, ndryshe do t'jesh viktime e mundimeve të kësaj bote. Abdullahu i thot, o imam i ndershëm dhe i dashur i Hazretit Muhammed, Jezidi ka shumë ushtar, edhe të fuqishëm. Ti ke ushtri të pakët dhe ushtarët e tu janë të pafuqishëm. Nuk është e mundur që t'i bëni ballë sado që të duket se mund t'ja dilni përfitues, por prap do të humni. Unë nuk mund të bashkohem me ju, por kam një kal dhe një shpat fort të mirë të cilat dëshiroj që t'ua jap si dhurat dhe ju lutem që t'i pranoni. Imam Hyseni i tha se unë këtu nuk kam ardhur për kal apo për shpat, por kam ardhur që të ftoj njerëzin në udhën e drejtë të vërtet dhe kështu duke mbetur pa shpresë, u kthye i hidhëruar në tendat e tij. Thuhet se pas ngjarjes së Kerbelas, Abdullahu ka parëndër sikur ishte bërë kiameti dhe dëgjoheshin zëra që thërisnin. Ata që ranë dëshmor me Imam Hysenin të hyjnë lirisht në parajs dhe të tjerët që nuk e shoqëruan do të mbeten jashtë. Kur u zgjua me pendim ka thënë që sikur t'isha bashkuar dhe unë, atëherë me të dashurit e Imam Hysenit. Si sa likës që është për ata të gjorë që i fton imamit të bien dëshmor, ata kanë frikë mos heqen mundime prandaj i humbasin ato madhërin. Të gjithë të dashurit dhe fëmijët po qëndronin në përçadra për të qetësuar, ndërsa Imam Hyseni kishte vënë kokën në gjurin e të motrës Zejnepit dhe po flinte. Menjëherë u zgjua nga gjumi i trembur dhe filluan t'i dilnin lot nga syt. Zejnepi e pyeti për shkakun dhe ky urdhroi i tha: "Pash në ndër gjyshin ton Hazretin Muhammed sikur po qante dhe më tha: Ja Hysen, afroi koha të bashkohesh edhe ti me Aliun dhe me Fatimen." Kur dëgjoi këto fjalë prej gojës së imamit, motra tjetër i gëlthyi mbi zurit të qaj. Djali i madh, Ali Ekberi e pyeti: "Ja baba jemi dashur, kur do të luftoj me armiqt, Zoti do të jetë me neve apo me ata?" Ai u përgjigj: "Zoti është me neve dhe ne jemi me Zotin." Atëherë Ali Ekberi tha që mos të na vi keq aman nëse heqim mundime. Imam Hyseni u nis përsëri për udhë së bashku me ushtrinë dhe në mbrëmje qëndrua në vendin që quhej Katkatat. Atje mlodhi që të gjithë ndjekësit dhe ju dha porosi për punën e luftës si dhe këshilla të tjera. Pastaj u tha: "O të dashurit e mi, shihni sa mrekulli ka pasqyrë kësaj jete. Populli qofes u kthyen nga fjalët dhe nuk qëndrua në bindjen myslimane. Myslimin së bashku me djemtë e pafajshëm i bën dëshmor dhe ushtria e jezidinjve ka pllakosur në çdo anë. Unë e di fare mirë se për vete na ka mbetur vetëm sherbeti i dëshmimësisë. Prandaj, sa pa u mbyllur mirë portat e shpëtimit dhe për të mos ju dhënë shkak të mbytemi në këtë det të mjerimeve, në këtë det të rreziku, jeni të lirë të largoheni. Për mua është vendosur që do të heq mundime, ndërsa ju keni lejë të plotë të tërhiqeni më njanë nëse doni të shpëtoni." Thuhet se nga të gjithë ushtria, shumica e lanë vetëm, të paktët që mbetën me imamin i dhanë fjalën se do të vdesin me të në udhën e drejtë të vërtet. Imam Hyseni, kënaqur nga fjalët e këtyre besnikëve, u fal për ta dhe ka bërë lutje tek i madhi Zot. Nga keqbërësit frikë s'kemin e të gjorit se për të dashurin e lëm shpirtin ton. Nga mundimet nuk duam të dim që ndrojmë në bes, kemi drejtësinë. Me të vërtet, ishte koha që u ndai miri nga i ligu dhe drejta dolin shesh. Ata që dëshironin të mirat e kësaj bote u hoqën më njanë, të tjerët i ranë pas Imam Hysenit për dën shpirtin e tyre. Imam Hyseni mori udhën të shkoj dhe pranë vendit që quhej Shekik, takoi me një pjesëtar të fisit Beni Ykreme. Kur e pyeti atë person për ndonjë lajm nga qofeja, ai tha se Ubejdullahu ka vënë ushtri të madhe dhe po ju kërkojnë për t'ju vrarë, kështu që e mira është të ktheheni nga rruga për ku jeni nisur. Imam Hyseni pa u trembur për këtyre fjalëve, vazhdoi përsëri udhëtimin. Arritjen e Imam Hysenit së bashku me njerëzit e dashamirët e tij në këto anë, kundërshtarët e tij ja lajmëruan Ubejdullah Ziyadit dhe ky mallkuar i dha urdhër Hyr bin Riyahut me 2000 ushtar të dilte kundër grupit të imamit. Në rast se do të takonte me të, ta ndalonte dhe për ta shoqëruar në roj t'i sillte në qofe. Hyri në krahun tjetër duke marshuar, arriti në vendin që quhej Sabab, bashk me ushtrin dhe qëndrua në pritje, por Imam Hyseni ka udhëtuar gjithë natën pa pushim me zemër të coptuar dhe në hidhrime. Mbreti gjithësisë që thyen fuqinë e armiqve dhe që gjuan shpendin më të fortë e më të rrezikshëm, Imam Hyseni nuk qëndroi por udhëtonte me shpejtësi e me flamur të ngritur përpara, çau udhën derisa mori nxehtësi faqe e dheut dhe dielli u bë zjarr e erdhi mesditës. Veç maslodhjes si rëndoi tepër dhe etja e ujit, i cili nuk gjendej lektazi në ato vise. Ju dha një të lodhur kjo nxehtë shumë sa i çoi në luftë, u derdh gjaku lum. Ka që ishin nxehur dhe lodhur shumë, avullin e erë ju dukej si ujë.
Imam Hyseni, duke udhëtuar me Zotin në mendje dhe në shpirt, sapo arriti në vendin Sedap, hasi përballë ushtrinë armike e ushtarët së cilës po e prisnin në hijen e kafshëve të tyre. Hyr bin Riahu, komandanti i tyre, sapo dëgjoi zërat e njerëzve dhe të kuajve të ushtrisë Imam Hysenit që po vinin, ju tha se ai që po prisnin erdhi. Menjëherë ju hipën kuajve dhe u bën gati. Imam Hyseni për të hetuar dërgoi një nga njerëzit e tij dhe të lajmëronte kryetarin e tyre për të biseduar. Atëherë Hyr bin Riahu, hipur mbi kal, erdhi përpara imamit duke i thënë: "Ti që je besimtar në udhën e artë, vleft e diellit, stolis dhe arshin e lartë, me vend të veçantë ti lutesh nga herë, hyni në parajs, thua për të tjerë. Je kryetari i besës, ti mban drejtësinë, kryetari i sherisë që shpëton njerëzin. Mos mbush qëllimet kush të bie në qafë dhe prehje mos past, mëri kush të mbaft." Imam Hyseni e pyeti për emrin dhe qëllimin e ardhjes së tij. Hyri ju përgjigj: "Unë quhem Hyr bin Riah dhe jam dërguar nga Ubejdullah Ziadi që të marr ty dhe të dërgoj në qofe." Imam Hyseni thot: "Tani e shkoj faljes, por ti merr shokët dhe ja të falemi, pastaj shkojmë ku të jetë më mirë." Hyri i thot: "O dritë e syve të Hazretit Muhammed, ti je imami i kësaj kohe, duhet ti ta kryesosh faljen që ajo pastaj të pranohet prej Zotit." Imam Hyseni pasi dha urimet dhe bëri faljen, u ngrit dhe duke u mbështetur mbi Zylfiqar me një madhështi qëndroi kundrejt Hyrit dhe ushtrisë së tij duke ju thënë: "O Hyr, nuk e shoh të udhës të hyjë në zgjedhjen e Jezidit. Kisha vendosur të banoja në Mekë, por ju qofelint me letrat që më dërguat shprehë dashurinë dhe bindjen kundrejt meje. Pra, nëse qëndroni në ato fjalë, unë jam gati të vi, por nëse jeni penduar, atëherë unë kthehem përsëri. Këtu nuk kam ardhur për luftë, nuk dëshiroj të derdhet gjak." Hyri ju përgjigj: "Sa për letrat unë nuk kam ndjeni, por ndoshta nga ushtarët mund të ketë ndonjë që mund ta di." Dhe kur u tregoi imami letrat, shumë prej ushtarëve i sollën ndërmend duke dëshmuar që me të vërtetë janë dërguar. Fjalët e Imam Hysenit, si Hyrit ashtu dhe ushtrisë, ju bën përshtypje të madhe dhe duke derdhur lot i deklaruan: "Ja Imam Hysen, neve pas kësaj nuk do të jemi më ndihmësit e Jezidit. Juve nuk do t'ju kundërshtojmë kur dhe shprehim bindjen tonë se kemi për të shërbyer me drejtësi gjithmonë. Myslimin dhe djemtë e tij ata të mallkuar i vranë dhe ushtria e Jezidit në këtë fushë është grumbulluar. Për t'ju shpëtuar nga ky rrezik, mendojmë që t'ju përcjellim së këndemi." Në rast se Ubejdullah na pyet, i themi që nuk ju kemi parë takuar. Në këtë bisedë sipër erdhën 6 veta të dërguar prej Ubejdullahut dhe i sollën një letër Hyrit të shkruar kështu: "Kudo që të bashkohesh me Imam Hysenin, me hir apo me pahir, ta sjellësh këtu." Hyri atë letër ja tregoi Imam Hysenit dhe me kokë të ulur i tha: "O dritë e syve të Hazretit Muhammed, vështro se sa shtrëngim ka vënë Ubejdullahu ndaj, unë nuk di si të veproj. Po t'ju liroj kam frikë nga Ubejdullahu dhe po t'ju kundërshtoj kam frikën e Perëndis. Frika e Zotit është më e madhe nga e tij. Ai ka për qëllim t'ju shtjerë në dorë sepse lakmia e kësaj bote ja ka verbuar syt. Tani unë nuk di si të bëj. Shpresoj tek Zoti që edhe unë të arrijë lartësitë të fitoj dëshmimsinë e asaj jete. Them me vete se ç'është ky mundim kaq i madh për mua që të vritem me fëmijët e Hazretit Muhammed. Unë e shoh të udhës që ushtria juaj të qëndroj larg ushtrisime sepse mes ushtarëve të mi ka dhe kundërshtar. Pastaj nga mezi natës urdhëroni e shkoni nga të doni. Të nesërme në të gdhir, unë së bashku me ushtrinë time largohem në një vend tjetër. Kur të më pyesi Ubejdullahu, i them që nuk të pashe, kështu shpëtoj edhe vetë nga rreziku. Ka qenë dita e dytë e hënës morem, kur hyri për të shpëtuar Imam Hysenin nga thonjtë të mallkuarve, e dërgoi ushtrinë e tij buz lumit e Ufrat në një vend të humbur. Imam Hyseni mbeti i kënaqur nga sjellja e tij dhe ja pranoi fjalët, e ngriti ushtrinë nga i vend duke larguar dhe nga ushtria e Hyrit dhe nga mesi natës u nisëm për në Mekë. Atë natë për dëshmorët, bota mrekullisht kishte veshur petkatezis dhe ishte sterosur aq shumë sa dhe yjet në qiell nuk dukeshin. Udhëtimin e bënin në hidhërim kaq sa rrënkimet e tyre arritën kulmin e qiellit. Gjithë atë natë hoqën udhën e errësirë dhe kur u hap dita, kafsha e Imam Hysenit nguli këmbë dhe nuk lëvizte nga vendi sado që ai e qelloi disa herë. Duke u habitur nga kjo mrekulli, Imam Hyseni pyeti se si quhej ky vend që ka ngulur këmbët kafsha. Ata që e dinin i thanë se quhet Toka e Marijes, por një prej tyre i tha se ky vend e ka emrin dhe Kerbela. Atëherë Imam Hyseni urdhëroi e tha: "O Zot, të qofshin fal, kjo tokë do të jetë vendi i mundimeve. Në këtë tokë neve gjaku do të na zjej, shumë gjë më madhe neve do të na gjej."
Djali i Imam Hysenit, Ali Ekberi, me i dhërimi thot: "O babai im i dashur, që janë këto fjalë që thua me kaq breng?" Ati ju përgjigj: "O dritë e syve të mi, unë kur kam qënë me gjyshin tënd Imam Aliun në luftën e Sifinit, këtu, në këtë vend, ai ka zbritur dyltylit, vuri kokën në gjurin e xhaxhait tënd Imam Hasanit dhe e zuri gjumi. Kur u zgjua, hoqi një rënkim nga zemra dhe tha se pash në ëndër sikur kjo kafshë që mbytur në gjak, dhe Imam Hyseni kishte rënë në mes të atij gjaku. Sado që të lutej dhe kërkonte ndihmë, asnjëri nuk i dha. Pastaj u kthye nga unë duke më thënë: Ja Hysen, dritë e syve të mi, po të ngjas kjo gjëm në këtë vend, ti çfarë do të bësh?" Dhe unë i thash: "O babai im i dashur, unë bëj durim se ai që duron fiton të mirat e Zotit." Imam Hyseni më në fund dha urdhër që të ngrihen tendat dhe Qerbelan e bëri vendbanimin. Tendat u ngrehen, lëshoi hyje qielli si floriri, ndritnin litarët nga dielli. Qielli, Qerbelaja, tendat dhe dëshmorët, vendi që do të mbyten me gjakra të gjorët. Imam Hyseni të gjitha këto ngjarje i dinte dhe ndërsa u nda nga ushtarët e hyrit në vend që të shkonte për në Mekë, udha papritur e nxori në Qerbela. Këto janë të thënat e Zotit dhe e shkruara e tij nuk ndryshohet kur. Me të shkelur në Qerbela, asaj toke prej turpit, fytyra ju bë e verdh dhe nga një re pluhuri që u ngrit të gjithu pluhurosën. Imi Gylthimi i tha: "Çuditem nga dhe u i kësaj fushe sepse më mori një frikë." Imam Hyseni i tha ca fjalë të mira për t'ia gëzuar zemrën dhe ju kthye të shoqes së tij Sheribanus me zë të ulët: "Mua në këtë fushë kur të më shihni me trup të plagosur dhe të mbytur në gjakra, ju këshilloj që të mos qani me zë të lartë, leshrat i mblidhni që të mos u shikojë armiku fytyrën tuaj të bukur se gëzohet. Copë do të bëhen petkat, por ju do të duroni dhe ju armiq të mos i gëzoni. Dritën e diellit mos ja thuaj armiku, derën e parajsës mos ja hap të ligut." Nga këto fjalë që tha, gjithë fëmia u helmuan dhe zunë të qajnë duke thënë se që janë këto lajme të hidhura që na thua, na u dogj mushkëria. Imam Hyseni, si e pa që fëmia u dëshpëruan tepër, u foli disa fjalë të mira, duke ju thënë se çdo gjë vjen nga Zoti dhe ne duhet t'ju bëjmë durim. Si u vendos në atë fushë Imam Hyseni, shkruan një letër për një qofe në adresë të Sulejman Hazaiut dhe gjithë Parisë së qytetit. Për ta dërguar letrën ja jep njëri që quhej Kis Arabiu. Ajo përmbante këto fjalë: "Ju pari e nderuar i qofes, me anë letrash më keni treguar dashuri të veçantë. Ato fjalët e ëmbla që më kishit shkruar më tërhoqën e më sollën sot deri këtu në fushën e Qerbelas, në kërthizën e mundimeve. Tani sipas fjalës dhe besës që më kishit dhënë, ardhjen time ta dini për mirë. Këto janë punë që vijnë nga Zoti dhe botën tjetër do ta quani të madhnueshme nga kjo botë. Këto fjalë për ju janë si hariqe që ju shpije në të mirat dhe në udhën e drejtë të Zotit. Mos pandehni se kërkojnë ndihmë nga ndonjëri prej jush, sepse nuk jo shem nga interesat dhe argëtimet e kësaj bote. Unë nuk dua të fitoj lartësinë e kësaj bote duke lënë kujtimet e liga dhe të mbahem në gojë për keq. Prandaj, me të mbritur kjo letër, e janë këtu pavones në këtë fushë ku ndodhem unë, të tregoni edhe një herë bindjet tuaja e të kryeni detyrën me drejtësi. Qëllimi im është të tërheq në udhën e drejtë e të lirë." Kisi letrën e Imam Hysenit e shpuri në qofe, por pa arritur mirë në qytet e zonë ushtarë të Ubejdullaut dhe shpun tek ai. Kisi kur po hynte letrën që kishte me vete, e nxori dhe e grisi në sytë e tij. Ubejdullau i thot me dëshpërim se pse e grise letrën, dhe ai u përgjigj që të fshehtën e mikut nuk duhet ta marrëvesh kur armiku. Ubejdullau përsëri thot që po të duash të mirën tënde dhe shpëtimin e shpirtit, tregoj emrat mbi të cilët që shkruajtu letra ose dil nesër përpara popullit të mbash fjalim, duke shar Imam Hysenin, familjen e tij dhe të lavdërosh Jezidin. Kisi i thot prap se emrat e njerëzve që përmbante letra nuk mund t'i tregoj se është një vepër kundër njerëzimit. Sa për të shar Imam Hysenin e bëj sipas urdhrit tuaj. Urdhëroj që të mblidhet gjithë populli në xhami që të flas. Atëherë si u mblodhen të gjithë populli, Kisi u ngjit në vendin e lartë të faltores që quhet minber, falënderoi më parë Zotin dhe Hazretin Muhamet, pastaj me zë të lartë mbajti këtë fjalim: "Unë vi nga ana e Imam Hysenit që t'ju bëj me dije se ai arriti në fushën e Qerbelas, por miri shpa e kryer ende shërbimin u zura rob prej ushtrisë dhe kështu ju tregoi të gjithë për mbajtjen e letrës që kishte shkruar Imam Hyseni nga fillimi deri në fund. Pastaj mallkoi Jezidin me Ubejdullaun, lavdëroi Imam Hysenin dhe shokët e tij, duke shtuar se ajo ditë ishte dita e provimit. Sipas detyrës që ju takon, ju duhet të shkoni dhe t'i tregoni bindjen
dhe nëse shpirtin tuaj e jepni për udhën e tij, ta dini që në të dy botët keni për të parë veç të mirat e Perëndis. Dhe pas të nëmën e Zotit ai që e tradhton e shkon pas Jezitit, nxjerr shpatën kundër të dashurve të Hazretit Muhamet. Këto fjalë bën përshtypje të madhe në mes të popullit duke shkaktuar grindje mosmarrveshje dhe shumë prej tyre filluan ta mallkojnë Jezitin. Ubejdullahu mjafti dëshpëruar nuk e priste kur këtë gjë nga kisi dhe menjëherë me shpatën zhveshur ju sul ati lart në mimber atje ku ishte. Me mundime të mëdha e vrau dhe e bëri dëshmor atë të gjorë, pas të ndjesë shpëtim për jetë. I mallkuar i Ubejdullah, sipas asaj që bëri, dhe pasi e bëri dëshmor kisin, i dërgoi një letër në Kerbela Imam Hysenit kështu: O Hyseni biri i Aliut, nga letra që ka marrë prej Jezitit, më urdhëron që nëse vjen Hyseni në ato viste të mos e lejosh pa marrë bindësinë e tij dhe po të mos pranoj, të mos e lësh pa e vrarë. Unë të këshilloj nga ana ime që të mos marrësh veten në qafë, por t'i bindesh e t'i falesh Jezitit. Në rast të kundër duhet të bëhesh gati për luftë. Imam Hyseni sapo e këndoi letrën e hodhi poshtë. Nga ato fjalë u dëshpërua tepër dhe tha: si është e mundur të bëhet kjo punë që t'i bindesh një njeriu gjakpirës? Po çfarë populli i lig që bëjnë plane për vrasjen e fëmijës së Hazretit Muhamet? Sa i paditur armike thot jam musliman për hatrin e kësaj bote të vras kaq xham. Sa të poshtër janë mashtrojnë njerëzin dhe i bëjnë me vete të harojnë Perëndin. Kalorsi që solli letrën po priste në këmbë dhe Imam Hyseni i dha përgjigje e i tha: me të vërtet, Ubejdullahu i përshtatet fjala e mallkimit të Zotit. Prandaj unë përveç kësaj nuk kam çtia përgjigje tjetër. Ky, kur u kthye tek i mallkuar Ubejdullah, i tha se Imam Hyseni nuk më dha përgjigje për letrën tënde, por e hodhi poshtë. Ubejdullahu dëshpërua tepër dhe mblodhi popullin duke ju premtuar që kush del prej jush të luftoj me Imam Hysenin, unë kam për t'i falur në nxotrim viste të mëdha në Irak dhe do të shoh shumë e shumë të mira prej meje. Por nga populli askush nuk ju përgjigj këto fjalë, i përsëriti shumë herë të tjera dhe më në fund i thot Ymer bin Saad Bekasit: ti që je një trim nga më të mirët e Kurejshit, të kam falur gjithë qarkun e Rinjës dhe Taberistanit me gjithë qeveri. Në ato vise do t'jesh sundimtar, gjithashtu të emëroj krye komandant të ushtrisë që të luftoni me Imam Hysenin. Ytat ka qenë ndjerë në fisin tuaj dhe Jeziti sido që ka shumë trim të tjerë, por trim besnik si ty nuk ka. Prandaj e shoh të udhës që në krye të ushtrisë të marshosh drejt Kerbelas dhe Imam Hysenin ta bësh që t'i bindet Jezitit. Përndryshe, ti presësh kokën atij dhe shokëve të tij. Po e bëre këtë punë ke për të parë shumë të mira nga unë. Ymeri i thot: ky është një urdhër shumë i rëndësishëm dhe i frikshëm. Pa e biseduar mirë, nuk mundem që të hyj kësaj pune. Ju lutem më lejoni të veten në shtëpi të fjalosem me fëmijët dhe si të vendosim ju tregojmë. Pasi mori leje Ymer bin Saadi, i veshur plot saltanete hipur mbi një kalë të madh dhe me dekretin në dorë që i faleshin Rinja dhe Taberistani, hyri në shtëpi me fodullëk. Kur e pan fëmijët me madhështi e pyetën Ymerin se ku i gjeti dhe nga i erdhën gjithë të katë. Ai u tha: Ubejdullah Ziadi më bëri krye komandant të ushtrisë kundër Imam Hysenit të birit të Aliut, ose do t'i falet Jezitit, ose do t'a vras. Djali i madh i tij i thot: kjo që po bën ti është punë shumë e ligë. Sa i paditur që je, nuk e di ti se ai është mëlqie zemrës së Hazretit Fatime dhe dritë syve të Hazretit Muhamet, gëzimi i Imam Aliut. Ti e di fare mirë që baba yt Saad Bekasi shpirtin e tij e ka bërë terror për nderin e tyre. Ti kërkon të luftosh me ta? A nuk je ti që me dorën tënde i ke shkruar e dërguar 3 letra? Ti vetë ftove që të vij këtu dhe tani kërkon të derdhësh gjakun e tij, që është gjaku i Hazretit Muhamet? E mban veten gjoj edhe për musliman. Ata që janë besimtar nuk i bëjnë kur këto punëra të liga dhe krime. Dije që ka lingor dhe petkat grisen, por mallkimi që do të marrësh ka për të mbetur i përjetshëm. Përse kërkon të bësh këtë fatkeqësi kaq të madhe, që t'i falësh fistit tënd mallkimin deri ditën e Kiametit? Ky shërbim që ke marrë përsipër është një krim i pashëmbullt në jetë. Ymer bin Saadi u mërzit nga këto fjalë dhe me fytyrë të vrenjtur u kthye nga djali i tij i vogël duke pyetur: po ti ç'mendim ke? Ai faqezi i tha: o baba, fjalët që thajnë vëlla janë të vërteta, por ato janë në të fsheh, kurse dhuratat që po të fali Ubejdullahu janë gati në shesh dhe jo si të hollat veresie. Ymer Saadi fjalëve që i tha djali i vogël ju vuri veshin me kujdes dhe i pranoi me kënaqësi. Menjëherë vajti tek Ubejdullah Ziadi, duke i thënë që të merrte këtë barë përsipër. Ubejdullahu shumë i gëzuar i tha: të lumtja Ymer, dhe me të shpejtë u përgatit një ushtri
prej 5.000 vetësh në komandën e tij për të nisur në Kerbela. Thuhet se Ymer Seadi kur u nis në luftë, Hamza bin Mygire, që ishte djali i motrës së tij, kur e pa në këtë përgatitje i tha: "O i mallkuar, ç'është kjo marrëzi dhe mendjelik që po kurdis? Si është e mundur të luftosh me profetin, me Hazretin Muhammed, me Perëndin, me Imam Aliun, me fëmijët e tyre? A e kujton ndonjëherë ditën e gjykimit në fushën e Mahsherit?" Ai i mallkuar i përgjigjet se: "Dhe unë e di që ky urdhër është një mundim për të dy jetët, por rinja dhe Teberistanin, dhuratat e tjera nuk më hiqen nga mendja." Hamza i tha se nuk vlen dhuratat sa bën fama i lig që do të marrësh e trashëgosh për jetë. Në atë botë nga Zoti i Madh do të dënohesh rënd. Nga këto fjalë Ymeri u pendua pak, por kur mendoi përsëri dhuratat që do të merrte, ju verbuan syt, ju ersua gjykimi dhe vendosi pa kthyer mendje që të nisej. Pra, ky është i pari nga armiqtë që nisi luftën kundër Imam Hysenit. Para se të niste luftën, ai i mallkuar i shkruajti një letër Imam Hysenit kështu: "Ja Hysen, biri Imam Aliut, cili është kapu dhe qëllimi i ardhjes tuaj në këto vise?" Imam Hysen përgjigjet të letrës shkruan: "Mua këtu më sollën letrat që më dërguat ju dhe arrita për të mirën tuaj, të bëhem udhëheqësi juaj, e t'ju shpëtoj, por juve nuk më pranuat. Mora vesh mundimet dhe krimet që ju bët ju, Muslim Mikailit dhe djemve të tij. Pra, duke ditur që ju nuk keni ndërmend të më pranoni si udhëheqës, dëshiroj të kthehem mbrapsht për në Mekë. Kështu që më lini të lirë e mos më ndaloni." Ymer bin Seadi, duke parë se qëllimi i ardhjes së Imam Hysenit nuk ishte për luftë, por për paqe, tha me vete se në dashti i madh i Zot kjo çështje merr një rrugë të mirë dhe kjo grindje hiqet fare. Atëherë unë fare pa mundim shtje në dorë qeverimin e rinjit dhe të Taberistanit. Në atë çast shkëputet nga ushtria dhe vajti pranë Imam Hysenit duke i bërë nderim dhe i tha: "O i biri Hazretit Muhammed, në këtë jetë a ka njeri që të mos dëshiroj dashurinë dhe të dorëzoj shpirtin në të drejtën e Zotit? Por mirërisht, fati nuk e lejon atë dorë që të zgjatet dhe kam frikë se këto ujëra që shpun në mundime atin dhe vëllan tuaj, mos ju bien edhe ju, më pas e ju lutem, tregoni bindje ndaj Jezitit dhe mos shkaktoni pak kënaqësira." Imam Hyseni urdhroi i tha: "Pasi puna arriti deri në këtë gjendje që populli nuk dëshiron, më lini të lirë me gjithë fëmijë që të shkojnë nga viset e Irakut ose të vete në Sham, ta bisedoj çështjen me Jezitin." Të gjitha fjalët e imamit Ymer bin Seadi ja shkruajti dhe ja dërgoi me një letër Ubejdullah Ziyadit. Përgjigja prej Ubejdullahut ishte kështu: "Ti krye komandanti i ushtrisë së qofes, Hysenit të birit të Aliut, thuaj që t'i bindet Jezitit dhe po nuk pranoj, qëndron në pritje të urdhrit tjetër." Ymer bin Seadi nga kjo letër kuptoi se Ubejdullahu nuk dëshironte paqe dhe letrën e tij ja dërgoi Imam Hysenit. Imami, duke ditur dhelpëritë e Ubejdullahut, i thotë Ymerit: "Cila është arsyeja që Ubejdullahu ngul këmbë për vajtjen time në qofe? Ai le të më shoqëroj njerëz nga më të besuarit e tij dhe unë shkoj në Sham." Këto fjalë ja dërguan përsëri Ubejdullahut, por ai me të marrë letrën u zemërua dhe më keq dhe menjëherë dha urdhër për dërguar Hasin e Birin, Shith Rebian dhe Shimr Syllgjyshenin me një ushtri prej 10.000 të mallkuarish me qëllim të ndalojnë Imam Hysenin që të pinte ujë në lumin e Ufrat derisa t'i bindet Jezidit. Ymer bin Seadi këtij urdhri ju bind dhe menjëherë Ymer bin Haxhaxhin me 500 mallkuare dërgoi në bregun e lumit për roje. Kështu ju pren ujë të pishëm Imam Hysenit me gjithë fëmijë. Kjo punë ka ngjarë të 7 ditë të hënës së Muharremit dhe atë ditë në ushtrinë e Imam Hysenit ka rënë një etje e madhe për ujë, saqë degët e drurve dhe rrezet e luleve u thanë, fëmijët e vegjël u dogjën nga etja dhe nuk duronin më. Abazi biri Aliut me 50 trima të zgjedhur ju vërsu lumit e Ufrat, por ruajtësi i lumit Ymer bin Haxhax hapi luftë me ta. Abazi arriti të sillte pak ujë saqë mund të shuanin etjen të vegjëlit. Pas pak 2000 ushtar nga ushtria e Jezidit erdhën pranë lumit dhe rrethuan anë mban. Të nesërmen, Imam Hyseni lajmëroi Ymer bin Seadin që të takohej me të. Si imami ashtu dhe Ymeri morën nga disa shokë dhe erdhën e qëndruan në mes të dy ushtrive. Imam Hyseni bashkë me Abazin dhe djalin e tij Ali Ekberin i dolën përpara ta presin. Imam Hyseni i thot: "O Ymer Sead, kështu të ka lënë porosi ytat Bekasi që t'i bindesh fisit e Ebu Sufjanit, të na vrasësh ne dhe të na ndalosh ujit për të pirë, të bësh këto krime poshtërsi në fisin e Hazretit Muhammed? O Ymer, mos bjerë pas pasurisë dhe mos lakmo në gënjeshtrat e kësaj bote, sepse jam për një copë herë dhe të ndaluara nga i Madhi Zot. Unë e di që ti je ndihmës për mua." Ymer Seadi i tha: "O i biri Hazretit Muhammed,
Të gjitha përsa urdhrove janë të drejta të vërteta, por frika është se po të filloj nga lufta i Bejdullahu, zemëroj dhe më merr shtëpinë e gjithë pasurinë që kam në qofe. Imam Hyseni thot, e që vlen pasuri e kësaj bote kur ajo është për një copë herë, dhe sa për jetën tjetër, unë do të zotojmë se ke për të gëzuar një vend të lartë. Por edhe në këtë botë, unë kam pasuri të madhe në Medinet të cilën po ta fal ty. Ymeri i thot se unë në qofe kam shumë çifligje, shtëpi e gjëra të tjera, kam frikë se të gjitha këto më dalin nga duar. Imam Hyseni përsëri thot që dhe unë në Hixhaz kam shumë çifligje, vreshta, që të gjitha ato ti kam falur ty. Atëherë Ymeri nuk dinte çfarë t'i përgjigjej dhe mbeti në heshtje. Imam Hyseni e pa që nuk dëgjonte nga këshilla dhe me madhëri i thot, o keqbërës, ç'është gjithë kjo armiqësi që bën? Po ta dish me siguri se nuk ke për t'i trashëguar. Dhe me të vërtet fjalët e imamit dolën si shurdroi. Pas ngjarjes së Qerbelas ka dalë Myhtar Gaziu që e ka vrarë këtë të mallkuar së bashku me djalin e tij tradhtar dhe nuk arritën t'i gëzonin ofiqet që u premtoi Bejdullahu. Kësaj dëshpëruar, Imam Hyseni u kthye në ushtrinë e vet dhe u përgatitën për të mbrojtur. Në luftën më parë ka dalë Myhtar bin Ubejdeja me të birin dhe Imam Hyseni që të dy këtyre jura me shpatë dhe i dërgoi në skëter. Mos pande keqbërsi të arrijë qëllimet, se i ligu kur strashëgon gëzimet. Nuk e bën me vlerë e liga njerin, atë do ta shpjerë brenda në gremin. Thuhet se një prej të dashurve të Imam Hysenit, Bejreri, i biri i Hasan Hamdaniut, pa marrë nga imami me njëherë u tur drejt ushtrisë armike hyri në çadrën e Ymer bin Seadit dhe pa i respektuar i foli me ton të rënd. Ymeri i thot, pse nuk më nderove dhe respektove si që do zakoni? Berjeri e nevrikosur i thot, çuditë me ty çfarë njeriu je. Nderimi dhe respekti është vetëm për ata që janë musliman. Po pse, a nuk jam dhe unë musliman? E pyeti Ymer bin Saadi. Berjeri i përgjigjet me hadithin se musliman quhet ai njeri që është i pastër nga dora dhe nga zemra, kurse ti fëmijën e Hazretit Muhamedit e ndalon nga uji i pishëm dhe ke marrë guximin për t'i vrarë sikur ti jenë armiq. Pra si mund të quhesh ti muhamedan? Ymer Saadi pas këtyre fjalëve i thot, edhe unë e di se kush lufton kundër fëmijëve të Hazretit ka për të hequr mundime të mëdha e do të vuaj në skëter, por nuk kam si e lë qeverimin e rinjës dhe Taberistanit. Berjeri si e pa që Ymer Saadi nuk dëgjonte nga këshillet dhe fjalët, pa shpresë u kthye tek çadrat pranë imamit dhe i tregoi ngjarjen. I mallkuari Shimr Sylgjishemi, kur mori vesh bisedimet që bëheshin midis Imam Hysenit dhe Ymer bin Saadit, atë çast niset për në qofe, sa po arriti atje, i tregon i Bejdullah Ziadit se Imam Hyseni me Ymer bin Saadin shpeshherë bisedojnë e bëjnë mbledhje natën dhe nuk e di se përgatitje po bëjnë. I mallkuar i Bejdullah u dëshpërua tepër dhe në atë çast i shkruajti një letër Ymer Saadit kështu: Të kam dërguar për luftë dhe jo për bisedime. E di me siguri që ti nuk del jashtë urdhrit që ke marrë, por kuptohet që nuk je i Zotit ta kryesh këtë shërbim. Prandaj, sa po të marrësh këtë letër, dekretin e rinjës dhe Taberistanit, me njëherë t'ja dorëzosh Shimr Sylgjishemit. Ymer Saadi nga kjo letër u helmua tepër dhe në çast vendosi që bashkërisht me shokët e tij t'i ndërpresin bisedimet me Imam Hysenin e të fillojnë luftën kundër tij. Thuhet se në ditën e 8 të hënës së Muharremit në ushtrinë e Imam Hysenit ra një etje e madhe për ujë. Imami me shenjat e tij të profecisë hapi një pus afër tendës së tij dhe atje doli një ujë i ftohtë. Ushtria e fëmijët sa u freskuan e pinë prej atij burimi përsëri u zhduk. Lajmi për hapjen e pusit i vajti i Bejdullahu dhe ai i mallkuar me dëshpërim i shkruan një letër Ymerit kështu: O Saad, jam në dieni se ana juaj i është dhënë lej Imam Hysenit që të hap puse. Jam shumë i dëshpëruar nga sjellja juaj me të cilën i jepni mundësira armikut. Kjo punë që po bën është kundër qëllimit ton, prandaj të ndalohet menjëherë dhënia e ujit atyre. Pas kësaj letre nga Paria e Qofes dërgon Mehmet e Shathin, Kis Ahmesin dhe Haxhax bin Xhezrin me një fuqi prej 7.000 ushtarësh për në vendin e luftës në Qerbela. Kjo fuqi, duke u bashkuar dhe me ushtarët e tjerë të Ymer Saadit, e mbuluan tej fushën e Qerbelas si rreth e zeza. Habib Mizahiri, një nga të dashurit e Imam Hysenit e të parisë të tij, kur pa që u mlodhen një shumicë kaq e madhe ushtarësh dhe që kishin qëllime të mbrapshta, u hidhrua tepër dhe menjëherë i thot Imam Hysenit: O i biri i Hazretit Muhammed, fisi Beni Esedit, ndotit këtu afër nesh. Më lejo të shkoj atje e t'i bin që të vinë për ndihmë, sepse atë fis, nga i fis ne kemi shumë lidhje dhe ata japin shpirtin për dëshmimësi, por nuk kanë dijenim mbi luftën e këtushme.
Habibi pasi mori lej vajtit e kata, i mblodhi dhe me zë të lartë ju mbajti një fjalim. Cili prej jush dëshiron të fitoj të mirat e shpirtit në atë jetë, le të vi sot e të bashkohet me neve të luftoj për të mbrojtur fëmijën e Hazretit Muhammed, që është e rrethuar nga armiq në fushën e Qerbelas. Sot është dita të tregojë trimëria. Galat i mësyn fushës i Qerbelas, shpendit i prish folen dhe zojt t'i vras. Gjaktarët mësyn bigjah këto herë, ujtë e Ufratit qend e kanë prerë. Në atë qas nga i fis në kryesinë e Gjyzar bin Beshirit, Në atë qas nga i fis në kryesinë e Gjyzar bin Beshirit, 90 burra trimat armatosur mirë, bashkë me Habib Myzahirin, u nisën për tek Imam Hyseni. Ymer bin Saadi, kur mori vesh këtë punë, dërgon Erzak Shamin me 4.000 veta që të presu dhe në të forcojanën e lumit e Ufrat. Ushtarët e Ymerit takuan me trimat e Gjyzarit dhe filluan një luftë të paprerë. Shumë prej tyre ranë dëshmorë për balë asaj shumica jezitësh dhe të tjerët u tërhoqën në fisin e tyre pasi e panë që udha për në Qerbela që e mbyllur. Habib Myzahiri, tepër i helmuar, erdhi tek Imam Hyseni dhe ngjarjen ja tregoi. Ubejdullah Ziadi, kur mori vesh për Imam Hysenin, që kërkon të ndihmë për rreth, menjëherë i shkruan një letër tjetër Ymer Seadit kështu: kam dëgjuar që Imam Hysenin e ke lënë të lirë të shkruaj letra në përfiset e tjerë dhe të kërkoj ndihmë për të mbledhur ushtar. Me të arritur kjo letër, pa humbur kohë, të fillosh luftën dhe po nuk i dhe fund jetës e Imam Hysenit me gjithë shok, të jesh i sigurt se nga shpata ime nuk e për të shpëtuar. Nëse letra mbri natën, fillimin e luftës të mos e lësh për të nesërmen, dhe nëse tregon ndonjë pakujtesi dije mirë që përfundimi yt do të jetë i hidhur. I mallkuar Ymer Seadi me të marrë letrën, mblodhi ushtrinë në radhë duke ju dhënë komand për luftë. Kjo ditë ka takuar në të nëntën ditë të hënës së Muharremit. Imam Hyseni ka qenë i gjumë, por nga të thirurat e ushtrisë armike është zgjuar. Menjëherë i dha urdhër Abazit të shkojë të pyesë cili ishte shkaku që pas një paralajmërim po bëhet kjo përgatitje shpejt për luftë. Abazi me 50 burra trema të zgjedhur vajti para tyre dhe kur e kuptoi që ata ishin gati për luftë, menjëherë kthehet tek imami dhe i tregon atë që pa. Imam Hyseni urdhroi përsëri Abazin që të shkonte t'u thoshte se sonte është natë që gdhihet e premte, është koha e jetës së fundit dhe do merremi me falje. Nesër kur të zbardh dritalit bëjnë si të duan. Sido që Abazi këto fjalë ja përcolli ushtrisë së mallkuar, Ymer Seadi në konsultim me parin ushtarake ju thanë: nga neve leje lutje mos prisni. Abazaliu me dëshpërim ju tha: o ju të pamëshirshëm e të mallkuar, ç'është kjo pabesi kaq e madhe sa të mos lini të lirë vetëm për një natë të birin e Hazretit Muhammed? A i të ligjeni sa të mos doni Zotin e të mos përfitoni dashurinë e tij? Sikur të isha i lejuar nga kryetari im, tani do t'u jepja përgjigjen e merituar. Ushtarët e mallkuar nga fjalët e Abazaliut u turpëruan dhe pas bisedimeve që bën midis tyre atë natë ju dhan lejë. Imam Hyseni ju dha urdhër ushtrisë që të hapnin hendeqe, t'i mbushin me fera dhe me gjëmba dhe kur të fillonte lufta t'u vinin flakën për të ndaluar armik. Sa po lufta filloi, i vun zjarin ferave dhe flaka u ngrit në qiell. Më i ligu i armiqve, Mali Yrveja, hypur mbi një gomar, doli përpara zjarit dhe thirrje me një zë të lartë: ja Hysen, veten tënde përpara zjarit të skëterës e dogje në zjarin e kësaj bote. Imam Hyseni ju përgjegj: mos gënjoj poshtere i pabes. Si ta merr mendja që unë do të shkoj në skëter dhe ti në parajs? Nga të dashurit e imamit, Muslim Ysçia i tha: jep më lejo Imam Hysen, ti tregoj skëterën këtij të poshteri. Imami ju përgjegj: o Muslim, nuk dua që lufta të fillojë më parë nga ushtarët e mi, por shiko, çdo t'i bëj i madhi Zot këtij të mallkuari. Imam Hyseni duke bërë lutje tek i madhi Zot, lutja ju pranua. Në çast dhe atë të ligë tërhoqi gomari zvar duke hedhur brenda në hendek në mes të zjarit ku dhe u dogj. Të dyja ushtrit e panë këtë mrekulli. Përsëri Imam Hyseni ngriti duart kundrejt Zotit dhe ju lut: o Zot, jepu dënimin këtyre të mallkuarve që i bëjnë mundime fëmijëve të Hazretit Muhammed. Nga të mallkuarit Mehmet e Shathi i thot Imam Hysenit: çfarë të mira ke pasur nga Muhamedi që ti lutesh? Imam Hyseni nuk i tha gjë, por e mallkoi edhe atë. Në çast atij të mallkuar i erdhën dhimbje të forta barku prej tyre u rrëzuan nga kafsha. Pastaj e kafshoi një gjarpër dhe shpirti i tij vajti në skëter. Pas këtyre u shfaq një tjetër i mallkuar i quajtur Gjyder Shekiu, hipur mbi një kal, erdhi anës hendekut duke thirrur: o Hysen, lumi e Ufratit buron si një det, ty dhe njerëzve të tu asnjë pikë ujë nuk kemi për t'ju dhënë. Fundja nga etja e madhe keni për të dhënë shpirtin. Imam Hyseni u hidhërua shumë prej fjalëve të këtij të mallkuari dhe bëri lutje
tek Zoti, duke i dhënë mallkim faqeziut, lutja ju pranua dhe ky u rrëzua nga kafsha për tokë duke thirrur uj prej jetjes së madhe, por sado që i dha nuk mundi të pinte. Kësisoj me buzë të tharë dha shpirtin për në skëter. Ushtarët e Jezidit gjithë këto lutje mrekulli që bëri Imam Hyseni i panë me sytë e tyre, por nuk i besonin, sepse nuk kishin frikën e Zotit. Pas këtyre mrekullive, mbreti Qerbelas i mblodhi gjithë shokët dhe të dashurit e vetë dhe ju mbajti fjalë duke ju thënë: lavdi i qoftë Zotit që na dëgjoi lutjet që i bëm, siç e pat vetë me sy, me sa mundim e dha shpirtin ata të mallkuar, kështu i madhi Zot tregoi madhërinë e tij. Lavdi qoftë Zotit që ai vërtet e ka stolisur shpatën dhe e ka praruar me gjak. Sa një mbret i lartë që do dashurin çdo punë që të ketë lë me Perëndin, dashurinë e mban të fsheh nga herë nga mundimet, kur nuk mërzitet një herë. Lavdi pasti madhi Zot, që na fali gjithë këto mundime të cilat na çojnë në shkallë të lartë e në të mira për jetë, ato janë shenja që na afrojnë tek Zoti. Pas këtyre lavdërimeve, shokëve të tij urdhëroi e ju tha: unë nga ju jam i kënaqur dhe ma keni patur me shumë të drejtë, ndonjë kundërshtim nuk më keni bërë. Unë nuk dëshiroj që të bini në mundime të bëhem unë shkaktar, sonte që kërkova lejë nga armiq, nuk e kisha hallin të shpëtoja shpirtin, por qëllimi ishte se me mua tani më afroi dhe koha që të bie dëshmor. Erdhi koha të leu unë këtë jetë që ta kuptoj shijen e Zotit të vërtet. E di me siguri se këtyre, pasi t'ju mbarohet qëllimi, juve nuk do t'u lënë e s'do t'u kenë për asgjë. Pra e mira juaj është që të shpërndajeni tuf sa pa ardhur tufani madh të kërkoni porta shpëtimi për shpirtin tuaj. Unë këtu, për herë të parë, po pres të shoh pamjet e Zotit dhe të shkruarit në ballë. Kur të ikni prej këtej, të dashurve dhe shokëve të mi, në Mekë në Medinë jepuni të falat e mia. Armiqt nuk ju ngasin se qëllimin e tyre e kanë mbi personin tim, dëshirojnë të më shtjellë në dorë. Kur i dëgjuan këto fjalë njerëzit e fisit të tij, zumë të qajnë dhe me një zë të gjithë i thanë: o mbreti të fshehtave dhe i dashur i Hazretit Muhammed, sikur asnjë këmbë prej nesh të mos mbetet i gjallë prej teje nuk ndahemi dhe atë pikgjak që kemi do ta japim për ty. Imam Hyseni, duke parë që ata ishin të patundur në bindje dhe besnikëri, është gëzuar dhe ka bërë bekime tek Zoti, pastaj u kthye nga fëmijët e Myslymi Kajlit e ju thot: o zemrat e Myslymi dëshmor, ne besuam gënjeshtrat e qofelinve dhe dërguam në atë vend Myslymin, por ata të poshtër zun udhën e ligë dhe pabesisht prej tyre Myslymi ra dëshmor. Tani e mira juaj është që të merrni nënën dhe të shkoni në fisin Benitait dhe prej andej të shkoni në Medinë që të mos ju ngjas në një dëm. Fëmijët e Myslymit kur dëgjuan këto fjalë i thanë me hidhërim duke derdhur lot: ne nga ty kur nuk ndahemi. I pari që ra dëshmor me armiqt është Myslymi, ashtu edhe ne dëshirojmë të bijem dëshmor për ju. Të dashurit ton van në atë jetë dhe ne do të vemi tek Zoti i vërtet. Pse të mbetemi poshtë e lartë si të shkret, ndërsa për të kaluar kemi nga kjo jetë. Imam Hyseni, veçanërisht për këta fëmijë, bëri lutje dhe bekime. Pas këtaj, të gjithëve ju dha lejë të shkojnë të falen, ndërsa vetë shkoi të falej në një vend të veçantë. Luftimet që ka bërë Imam Hyseni me ushtrinë e Jezidit. Lidhja e përbashkët është lidhja atyre njerëzve të mençur e besimtar që kanë pranuar besimin, me qëllim që rreti besimtarëve të ndahet nga grupi kriminalëve dhe zullumqarëve. Keqbërësit me mirëbërësit kur do hojë janë në kundërshtim me njëri tjetrin, por padyshim në udhën e drejtë, në udhën e sakrificës dhe durimit qëndrojnë të paktet njerëz, ndërsa në rrugën e shtrembër, në rrugën e lakmisë të kësaj bote qëndrojnë më të shumtit. Për këtë shkak, shumica e njerëzve janë lakmitar dhe të liq, ndërsa të paktet janë të mirë. Prandaj natyra me mendjen janë dy fuqi që përballen me njëra tjetrën. E para të shtihen në lakmi mundime dhe mendja në të mira. Për këtë arsye sapo rasti të sjell në jetë të sjell në këto të dyja të afrohen me njëra tjetrën, menjëherë ndeshen nga që ndalon rregulli dhe prirjet e ndryshme që kanë. Nuk mund të shkruhen sikur të jenë detyrat ngjyrë, nuk mund të thuhet gjithë ajo me ngjyrë. Qerbela u mblodhën mundimet e tërë, mbreti Qerbelas durim ju ka bërë. Allah. Paqja dhe shpëtimi i Zotit qoftë Imam Hyseni dhe shokët e tij, mallkimi i Zotit rëndoft mbi Jezid dhe pasuesit e tij. Hyrdos. Ju fëmijë